TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty dhe mirë se vini në programin ton të sotëm. Është kënaqësi që jemi sërish së bashku dhe ne shpresojmë dhe lutemi që çdo gjë që ne ndajmë me ju të jetë e vlefshme për jetën tuaj të përditshme, por edhe për t'u inkurajuar nga ana frymërore. Në programin e kaluar unë pata në studio zonjën Dian Sulaj nga qendra Tirana Counseling dhe Dian do të jetë përsëri me ne sot për të folur për temat e shëndetit mendor që kjo qendër trajton dhe për t'ju dhënë edhe juve më shumë informacion se si funksionon kjo qendër, se si mund ta kontaktoni atë dhe se çfarë shërbimesh mund të përfitoni nga kjo qendër. Dian, mirë se erdhe, faleminderit që je përsëri me ne sot. Është kënaqësi për mua, faleminderit. Në programin e kaluar ne folëm për disa çështje. U ndalëm pak tek shërbimet që ju ofroni, u ndalëm pak tek grup moshat që ka nevojë më shumë për ndihmë, nëse hasni paragjykime apo jo, si funksionon procesi një seance këshillimi dhe gjithashtu u ndalëm tek rëndësia e familjes gjatë trajtimit të problemeve të shëndetit mendor, qoftë personave që vinë në qendrën tuaj, por edhe në përgjithësi. Dhe programin e sotëm doja ta filloja me një pyetje tjetër që ka lidhje, pak a shumë me këtë që folëm, ka të bëjë me bashkëpunimin, a bashkëpunoni ju me shkolla, institucione apo organizata të tjera për ndërgjegjësim, por edhe për ndihmë, pse jo, nëse rekomandoni persona, pra ndërveprimi juaj. Arte ne patjetër bashkëveprojmë dhe bashkëpunojmë ngushtë, në fakt ne kemi bërë me shkollat private në tërësi, por jemi të hapur të punojmë me shkolla shtetërore nëse kemi ftesë. Kemi punuar me organizatat, me qendër për të rinj, me kishat kemi bashkëpunuar, na kanë bërë ftesë, vinim edhe të informojmë pjesëmarrëse të kishës ose të organizatës. Kemi bashkëpunuar edhe me bizneset që duan të nxisin shëndetin mendor për punëtorët e tyre, sepse shëndeti mendor na prek të gjithëve, pavarësisht çfarë jemi dhe çfarë bëjmë. Në fakt, në fund të programit do doja të ndaleshim pak tek bashkëpunimi me bizneset për të ndihmuar punonjësit, sepse e konsideroj si një pikë shumë të rëndësishme dhe kur lexova në website-in tuaj ishte diçka që më bëri vërtet shumë përshtypje. Pak njerëz mendojnë për këtë gjë. Është e vërtet. Cilat janë disa nga shërbimet që ju ofroni dhe do doja që të ndaleshe tek secili prej tyre të thoshe diçka specifike që mund të jetë shumë e interes për dëgjueset që janë duke na ndjekur. Patjetër, unë do filloj me atë që është më e shpeshtë dhe kjo është këshillim individual. Kjo është trajtim zakonisht për të rritur ose për adoleshentët që kanë nevojë specifike. Për shembull, ka probleme me ankth, me depresion, mund të ketë një përjetim bullizëm ose një problem në punë, mund të ketë problem në rrethi shoqëror ose në familje dhe ka nevojë për një mbështetje. Edhe ky është një këshillim që bëhet në mënyrë private, individuale dhe është 50 minuta, edhe është shumë personale për çdo njeri. Çdo njeri vjen me problemet e vet dhe diskuton me psikologun problemet që ka. Dhe trajtohen ato gjërat me qëllimin që vetë personi i sakton që do të arrijë për veten e tij. Dhe pastaj kemi trajtim për fëmijët. Kjo është pak më i gjerë, ne kemi disa mënyrë të ndryshme që bashkëveprojmë, punojmë me prindërit. Shpeshherë nëse ne ndryshojmë sjelljen tonë si prindër, ndryshon çdo gjë për fëmin tonë. Punojmë me fëmijë vet, duke bërë një vlerësim për problemat që mund të ketë, qoftë për shkollën, qoftë për edhe nxënje ose qoftë për sjellje emocionale, problema të ndryshme, bullizëm, dhe bëjmë këto vlerësime psikologjike ose psikiatrike në bazë nevojës, dhe patjetër bëjmë edhe trajtim me fëmijët në terapi të ndryshme. Kemi terapi lojës, që është mënyrë individuale me fëmijë, është shumë efektive për të ndihmuar një fëmijë që ka mungesë vetbesimi, ka problem në ndjesinë e bullizmin edhe ka nevojë të punojë, ka të vështirë të humbë, nuk pranon, është perfeksionist, kjo është shumë efektive. Kemi dhe terapi Theraplay, që është lloj aktivitete që bashkëvepron prindi dhe fëmijët edhe ndërlidh më të fortë marrëdhënien e tyre, dhe kjo shëron shumë gjërat për fëmijët.
shpesh herë që kanë problemet në marrëdhënie me prindër, jo sepse prindërit nuk e duan, çdo prindër do fëmijën e vet, por fëmia nuk vjen me libër në dorë të thotë mëso mami si të më rritesh, kështu që kemi nevojë edhe ne të rritemi si prindërit, edhe kjo është ndihmë shpesh herë për prindërit dhe për fëmijë gjithashtu. Dhe kjo është gjithmonë ndihmon në sjellje, ndihmon në qëndresë emocionale, që mund të rritet një fëmijë atë vetë kontrollin, që mund të ketë problem në shpërthime në gjëra të tilla, kjo ndihmon. Trajtojmë edhe adoleshentët, siç e thash, me këshillime individuale, por mund të jetë edhe pak krijuese shpesh herë sepse adoleshenti është mes fëmijës dhe të rriturit edhe ka nevojë për pak ndërveprim ndryshe, edhe e bëjmë sipas nevojës së adoleshentit. Dhe patjetër trajtojmë çiftet gjithashtu. Çiftet janë për ne një rëndësi shumë të madhe, sepse nëse një qift ka fëmijë në veçanti, patjetër qift në krizë shkakton shumë problemat për veten e tyre, po shkakton edhe shumë problemat për fëmijët, edhe është shumë e nevojshëm që t'i ndihmojmë ata në momentet të vështirësisë së tyre. Shpresojmë që të vinë parë se të kalojnë atë krizën e madhe, por nëse vinë atë krizën e madhe, gjithashtu ideja është që të reparojmë marrëdhëniet, të ndihmojnë ata të kuptojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë diçka të përbashkët, se edhe çiftet kur martohemi vijmë vetëm me gjëra që dim nga prindërit tanë. Edhe shpesh herë nuk përputhen ato gjërat, kemi nevojë për pak ndihmë nga jashtë. Konsulencat që kemi bërë me kishte të ndryshme, siç e thash, me organizata të ndryshme, me qendra të ndryshme, me shkolla, patjetër edhe me biznese kur kemi pasur ftesë. E kemi shumë për zemër. Ndonjëherë kemi bërë falas ose me një dhuratë simbolike nëse nuk kanë mundësi të paguajnë, sepse kemi për zemër të japim shërbim komuniteti ku jetojmë, ku shërbejmë. A ka pasur një rritje të kërkesës për ndihmë psikologjike në vitet e fundit? Dhe në momentin që bëj këtë pyetje kam parasysh për shembull terapinë e çifteve, por edhe marrëdhëniet që ju keni me bizneset për të trajtuar punonjësit. Pra, këto janë gjëra të reja që janë të reja edhe për mendësinë, pra është një risi që futet në mendësinë e shoqërisë shqiptare. A keni vënë re pra një rritje të kërkesës për ndihmë psikologjike? Është një rritje, unë të thoshe më shumë nga ana e njerëzve, si sa nga biznesit, edhe do të shpjegoj pse mendoj këtë, por është një rritje patjetër. Edhe është një keq kuptim që burrat nuk kërkojnë ndihmë. Kjo nuk është e vërtetë. Burrat kërkojnë ndihmë. Shpesh herë burrat janë iniciatorë për të kërkuar ndihmë në çift. Shikojnë që janë diçka që nuk shkojnë edhe mund të kërkojnë, por edhe ndonjëherë ngurojnë më shumë edhe nuk pranojnë të vinë. Kështu që janë këto dy ekstremet që kemi parë tek burrat. Ose janë iniciator ose janë që bëjnë blokazh, që grua do të bëjë terapinë e çift, por nuk është gati partnerin. Dhe kjo patjetër, kur nuk është gati personi tjetër, një person mund të vinë në këshillim, edhe shpesh herë ndodh kjo, kur çifti është në krizë. Por ka patjetër rritje. Unë mendoj që rritje ka edhe për ankth, mos të them edhe për depresionin, ka rritje fatkeqësisht edhe nevoja për adoleshencë është rritur shumë, sepse jemi në një ndoshta edhe krizë pak sociale në këtë kohë, jo vetëm në Shqipëri, mendoj që kjo është mbar botërore. Dhe është ndekuar shëndeti mendor e adoleshencës dhe fëmijës, shpesh herë sepse nuk janë të përgatitur në mënyrë siç mund të jemi ne pak më të përgatitur. Por është rritur. Për hir të vërtetën, biznesi për mua është një fushë që duhet zhvilluar. Duhet ndërgjegjësuar biznesmenët dhe bizneset në tërësi që të ndihmosh punëtorin ose punëmarrësin edhe ti japësh një vend të mirë puna. Në fakt do të kesh punëtor dhe më të lumtur, më të përfshirë, më besnik, dhe kjo patjetër është një gjë që do të ndihmojë biznesin, sepse njerëzit të lumtur në punë punojnë më fort, janë më të gati për të sakrifikuar, po shpesh herë ne e çvlerësojmë punëtorët edhe heqim këto të drejtat që kanë. Dhe është një gjë që duhet të ndërgjegjësojmë për mendimin tim. Por ato që kanë ndërgjegjësim po punojnë edhe më vjen mirë për këtë gjë. Në fakt më kujtohet dikur kam intervistuar një person që ishte psikolog në një qendër zjarfikseje në Kaliforni. Dhe ai po fliste për rëndësinë që ka trajtimi psikologjik për punonjësit. Sigurisht që zjarfiksit japin ndihmën e parë dhe
janë shumë herë viktima, le të themi, në thonjza të traumave shumë të forta. Dhe pyetjes ime se si kanë arritur që burrat të shkojnë në këto seanca psikologjike pas një traume të tillë që lidhet me vendin e punës, ai tha që e kemi bërë mandatore të detyrueshme, pra që pas çdo traume, personi duhet i nënshtrohet seancave me terapistin apo psikologun apo këshilluesin. Nuk e di shumë se cilat janë specifikat për të dalluar këto pozicione. Mendon që është e nevojshme nga përvoja juaj me bizneset që edhe në Shqipëri, sidomos në disa qendra, shërbimi i detyrueshëm, le të themi, i psikologut në këto qendra pune është i domosdoshëm? Unë nuk jam shumë informuar, do deshe pak më shumë informacion, por me sa i di unë, ky është dija ime, nuk kemi në institucionet shqiptare psikolog, përveç në shkollë. Edhe shkolla, në një shkollë mund të jetë një psikolog për mbi 1000 ose 1500 fëmijë ose adoleshente. Pra edhe psikologë shkollor nuk ka mjaftueshëm kohë të di problematiket, jo të trajtoj ato. Mund të trajtoj 1 ose 2 fëmijë ose ndoshta edhe 4 fëmijë në një ditë. Por edhe të bëj këtë çdo ditë të javës për një muaj rresht, prap nuk del koha për të njohur problematiket, jo për të trajtuar. Përveç ky si gjëje, unë i di që policia ka psikologu vetëm për, le të themi, një grua që vjen e dhunuar ndoshta, por nuk ka psikolog për punonjë stafin, që ata janë të traumatizuar dhe janë shpesh herë të nënvlerësuar në punën e tyre, zjarfikës me sa i di unë nuk ka. Njerëzit që punojnë në qendrat rehabilitimi nuk kanë për veten e tyre. Një qendër rehabilitimi ka psikolog ose punonjë sociale për njerëzit që janë të detyruar të jenë aty, por për bashkëpunëtorët nuk ka. Dhe ato janë patjetër në rrezik të madhe për punën që bëjnë dhe kanë nevojë për këtë mbështetje. Mungon këto gjërat, edhe është ndoshta në zhvillim me sipër, nuk po them që nuk duan të zhvillojnë këtë gjë, nuk e di, por mendoj që duhet zhvilluar një herë si gjëje. Dhe pastaj nëse është e detyruar, s'është e detyruar gjë tjetër, sepse bie që ti kesh mjaftueshëm psikolog staf. Nëse unë kam një psikolog edhe 300 staf, të detyrosh dikush të vi, ndoshta është edhe pa menaxhueshëm për psikologun. Kjo është. Janë ca pikpyetje akoma për mua në lidhje me këtë. Po mendon që ka ardhur koha që Uroj që do vi koha, është koha, po uroj të ndodh. Mendoj që kjo do të jetë një nga pikat e lutjeve tona, duke parë rëndësinë në rritje të shëndetit mendor. Çfarë do t'u thoshni të njerëzve që hezitojnë të kërkojnë ndihmë? Do doja që të ishte si një lloj mesazhi që të godiste në veshin, po edhe në zemrën e tyre realisht. Nëse ti heziton, unë mendoj që je shumë normale. Mos mendo që vetëm ti po lufton me këtë frikë ose me këtë dyshim. Unë mendoj që shumica e njerëzve që provojnë për herë të parë këshillim, trajtim psikiatrik ose psikologjike, kanë dyshimet e tyre dhe nuk kanë faj, se është gjë e panjohur. Plus edhe shpesh herë fatkeqësisht në Shqipëri njerëzit trajtime sipër shëndetësore nuk trajtohen mjaftueshëm si njerëzit. Trajtohen si numër. Dhe kjo të step, sepse nuk je numër, je person. Edhe unë do shoqëroj të gjesh personin e duhur si psikologe. Ka njerëz të duhur në Shqipëri. Vetëm të gjesh atë person që ndihesh rehat. Nëse ti shkon dhe nuk ndihesh rehat herën e parë, shko për herë të dytë, por nëse nuk ndihesh herën e dytë rehat, beso vetën tënde. Kërko diçka tjetër, është okay. Nuk je detyruar të rish me dikë që nuk ke atë qetësinë shpirtërore, emocionale, mendore. Patjetër, unë do të bëj pyetje të vështirë klientët e mia, por nuk dua që personat të dihen siklet me mua. Kjo nuk është qëllimi im. Unë duhet të ata të ndjen rahat me mua dhe të kenë besim tek unë. Në fakt, ne po vim drejt fundit programit, por e konsideroj shumë të rëndësishme që të flasim për një tjetër tabu që haset shpesh në lidhje me shëndetin mendor. Tabuja e ilaçeve, e mjekimit. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme që ta theksojmë, sepse shumë njerëz nuk vinë për këshillim apo nuk duan të takohen me një psikiatër sepse nuk duan të marrin ilaçe. Mund të na thuash diçka për këtë?
Cili është mendimi yt në lidhje me këtë çështje? Unë mendoj që ndër problemat kryesor është një keqkuptim. E para është që ne bashkëpunojmë me psikiatër edhe psikiatër duhet të bashkëpunojë me terapistën. Nëse dikush ka nevojë për një vizitë psikiatrike, për shembull, nëse vjen dikush në zyrën time dhe ka një ankth që nuk po jeton jetën e tij, ai nuk del dot nga shtëpia, nuk po shkon dot në punë dhe ka një mungesë të madhe në jetën e tij, unë do shoqëroj të ai të vizitohet me psikiatër. Ai mund të marrë një mjakim për një kohë të shkurtër që të shërohet. Dhe unë do bashkëpunoj me personin ndërkohë që qetësohet, sepse më momenti që jemi shumë të alarmuar, nuk mund të mësojmë gjëra të reja. Duhet të bie pak alarmi i trurit që ne të mësojmë një stil të re të jetës. Kur bie ajo alarmi, mund të mësojmë. Por, gjithashtu arte janë disa diagnoza që kemi nevojë afatgjatë të marrim edhe t'i japim ilaçet. Dhe nuk është problemi që ti marrësh ilaç afatgjat nëse është e nevojshme. Për shembull, në qoftë se un kam tension të lartë, un do përpiqem të haj shëndetshëm, do bëj maksimumin tim të bëj fizkulturë, po, ama do pi ilaçin e tensionit sepse më bën dëm zemrën nëse nuk e marr. Un nuk do të heq dorë këtë gjë, vetëm sepse ndihem më mirë. Unë ndihem më mirë sepse po pi ilaçin. Edhe një gjë që është diagnozë që ka nevojë për ilaç patjetër, duhet të vazhdoj ndoshta edhe gjithë jetën e tij, por kjo nuk i bën personin më keq. Kjo i shëron personin. Pra përfitimet që ka janë shumë herë më të mëdha. E vërtet, 100% e vërtet. Ai mund të jetojë një jetë, mund të jetojë një jetë normale, edhe mund të pi ilaçet e tij. Do të falenderoja për gjithçka që ndave sot djen, por para se të ndahemi, doja të të pyesja se si mund të kontaktojnë me ju personat që ka nevojë për ndihmë. Paka shumë unë i dash disa informacione në programin e kaluar, por do doja që të specifikonit mënyrën se si mund të kontaktojnë. Patjetër, ne kemi website-in ton, Tirana Counseling Center, e kemi emailin ton, tiranacounselingcenter@gmail.com, kemi edhe një numër kontaktin, është numër shqiptar, 355 69 700 7801, mund të kontaktosh përmes një tekst, mesazh, të shkruash kam nevojë për një konsultë dhe kaq mjafton, do të lidhemi ne me ju, ose në Instagram mund të shkruash privat që kam nevojë për një konsultë. Tirana Counseling Center. Kemi edhe Facebook-un ton. Edhe këto janë mënyrët mund të shkruash privat, lutem, mos shkruaj në publik. Kam nevojë për konsultë, por shkruaj në privat, se ka të dy mjetet, ose me email, ose me numër telefoni. Shumë faleminderit Dian që ishe sot me ne. Shpresojmë që të jemi së bashku edhe në programin e ardhshëm për të folur për çështje të tjera. Mikesha dashura, kemi mbritur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Ju inkurajoj që të na shkruani në adresën e programit tonë twra.albania@gmail.com. Mund të na kontaktoni përmes një letre në twra.albania kutia postare 130 Tiranë, ose të na dërgoni një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Mund të na drejtojeni për pyetje në lidhje me Tirana Counseling Center, të cilën mund ta kontaktoni gjithashtu edhe në numrin e kontaktit apo në adresat që Dien dha. Do të takohemi përsëri së bashku në programin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim dhe Perëndia ju bekoft. Ndoshët programin Shpresë për ty.